Mentor Haziri është zyrtarisht banori më i ri i Big Brother VIP Kosova 4, duke i shtuar shtëpisë një energji të re në një edicion që ka nisur me shumë pritshmëri, surpriza dhe tension që ndihet që në natën e parë. Hyrja e tij u prit me kurreshtje të madhe nga publiku, pasi mentori ka qenë prej vitesh një emër i pranishëm dhe shpesh i komentuar në skenën publike. Si për karrierën ashtu edhe për deklarata që her pas here kanë bërë bujë në rrjetet sociale. Kjo e ka bërë akoma më intriguese ardhjen e tij në formatin më të ndjekur të momentit. Në skenën e spektaklit ai u shfaqi qetë, i sigurt dhe plot vetbesim, duke dhënë të kuptohej se ka ardhur i përgatitur për sfidën e madhe të këtij formati. Qysh në prezantimin e parë, mentori la një mesazh të qartë. Ai nuk ka ndërmend të jetë spektator i lojës, por një lojtar aktiv, i gatshëm të përballet me debatet, aleancat dhe dinamikat intensive që e karakterizojnë shtëpinë më të famshme në Kosovë. Me hyrjen e Hazirit, tensioni dhe ritmi brenda shtëpisë pritet të ngrihen edhe më shumë. Banorët ekzistues tashmë po përballen me një figurë të fortë, e cila padyshim do të ndikojë në raportet, prapaskena dhe lojra strategjike. Ndërkohë, publiku është më i etur se kur të shohë se si do të pozicionohet mentori në javët e ardhshme. A do të krijojë aleanca të forta, a do të vihet në qendër të debateve, apo do të befasojë me një strategji të papritur? Një gjë është e sigurt, prania e tij ka ndezur tashmë interesin dhe ka shtuar kuriozitetin për zhvillimet që vijnë. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.